është interesant me fol pak për themelimin e PDSH-s. Pra, ju thatë që u shkputët për shkak të politikave kadrovike që ju nuk i pranuat. Flitet shumë për Arben Xhaferin. Pra, për ju nuk keni hezituar asnjëherë me thonë që ai ka qenë mentor i juaj. Por është edhe një fshetësi publike që në fakt Arben Xhaferin në Tetov e sjellli Mendothaqi. Çush është historia me Arben Xhaferin edhe si e bindet me Arben atje? Mjeta më ka mësu që do të ikim asaj që thash përpara. Jepja atë që e meriton dikujt. Mjeta më ka mësu që... Ato e thash, pra, s'keni hezituar asnjëherë me qujt mentor tuaj në politikë. Duhet njerëzit e mendshëm me avancu. Edhe pse kanë ata mangësitë e veta dhe dobësitë e veta se sill përparim. Ne nuk u ndam, ne morëm legjitimisht drejtimin e PPD-s, po ata kishin ata gjigjin, se një murën vullet e kështu më radhë. Ne ishim si gjenerat shumë të ri, po flasim për një mosh 25, 6, 7, 8 vjetë, 29 vjetë.